qenë njeri pavarur. Po njerëz që i ndrojnë 2-3 parti e i shkojnë dikujt atë që ka vota, e mos mi thon faleminderit vallai ka drejt edhe mi thon Albin. Si ka shku mëna ka pas 1% më pak se kandidatë për kryeministër. Pse ka qenë listë me kuza as 1% nuk ka marrë. Me 12%. Po do të bëjmë prekare. Po ti jemi korrekt, Jemi korrekt. Shumë korrekt. Zonja Osmani nuk i ka shkuar dikujt në parti, ka themeluar parti politike se ka njohur fuqinë e saj politike. Prandaj sigurisht në këtë panel duhet të inkurajuar këtë model. E jo këtë modelin që shkon hyn në për lista politike. Domethënë ajo ka peshuar 300.000 vota. Jo, ajo ka peshuar që ai ka dhënë fuqi. Zoti Smakishi dhe zoti Rama. Në fakt unë kam menduar me që arsyeja pse ky krau im i djathtë atje në fund hesh gjithmonë është Sadik Zeçiri sa ju lej aty. Kam përshtypjen që qenë ka me vendin që vetë Smakishi sot nuk ka folur ende. Karrika i ka folur. Faleminderit. Unë do më fol me qytetar. Pra, pse nuk do të kamerës, pra, na po fol me ne, lutem. Pse të japim një mundësi Smakishit të drejtohet qytetarëve. Qytetarëve i drejtohet. Pse nuk do të ketë konjuca një. Qytetarëve ju drejtohet mund këtu ju jap fjalën të diskutoni me ne. Po du qytetarë se këtu jena pak si të njanshëm. Pse s'do të ketë konjuca. Kush njanshëm? Shënë këta të vetë. Militantat. Këta militantat e Dejonës. Pra, këta ushtarët e Dejonës.